Si të bësh djalë, metoda që po habit miliona njerëz në botë. Shikojeni deri në fund këtë histori. Që nga kohët më të lashta, një nga pyetjet më të shpeshta që kanë bërë çiftet është kjo. A ka ndonjë mënyrë për të rritur gjasat që të lind djalë? Për këtë pyetje janë dhënë qindra përgjigje. Disa besojnë se gjithçka varet nga ushqimi. Të tjerë thonë se ndikon mosha e prindërve. Ka nga ata që besojnë te kalendarët, fazat e hënës apo metoda të trashëguara brez pas brezi. Madje në shumë vende të botës vazhdojnë të qarkullojnë receta popullore që pretendojnë se ndikojnë në gjininë e foshnjës. Por a funksionojnë vërtet? Për vite me radhë, shkencëtarë dhe mjek janë përpjekur t'i japin përgjigje kësaj pyetjeje. Shumica e studimeve kanë arritur në përfundimin se në një shtatzëni natyrale, gjasat për të pasur djalë ose vajzë janë pothuajse të barabarta. Megjithatë, ekziston një teori që vazhdon të diskutohet edhe sot. Për të janë shkruar libra, janë realizuar dokumentar dhe miliona çifte në mbar botën kanë provuar ta zbatojnë. Disa thonë se u ka funksionuar, të tjerë thonë se ishte thjesht rastësi. Por çfarë është kjo metodë që vazhdon të ngjall kaq shumë debat? Bëhet fjalë për metodën Shettles. Sipas kësaj teorie, nëse marrëdhëniet intime ndodhin sa më afër ditës së ovulacionit, mund të rriten gjasat për të pasur djalë. Ndërsa nëse ndodhin disa ditë para ovulacionit, teoria pretendon se mund të rriten gjasat për vajzë. Megjithatë, është shumë e rëndësishme të theksohet se kjo metodë nuk është provuar shkencërisht si e sigurt. Edhe sot, ekspertët thonë se nuk ka asnjë mënyrë natyrale që garanton gjininë e foshnjës. Prandaj, shumë e konsiderojnë këtë vetëm një teori dhe jo një metodë me rezultat të garantuar. Në fund të fundit, gjëja më e rëndësishme nuk është nëse lind djalë apo vajzë. Më e rëndësishmja është që fëmia të vijë në jetë i shëndetshëm. Po ti, a kishe dëgjuar më parë për metodën Shettles? Beson se funksionon apo mendon se është vetëm rastësi? Shkruaje mendimin tënd në komente.